Miq të televizionit ashtu siç edhe u premtua par një periudhë pas themelimit ka filluar tani më me të madhe është duke punuar Akademia e Futbollit Parizia, ajo që është si një filial i Akademisë Pariziene këtu në Kërçov, bashkë me këto të rinj të cilët janë me intensitet të shtuar duke venuar në 2 turne, është duke punuar Nazmi Ajdini. Nazmi Ajdini ka edhe bashkëpunëtorin e tyre të afërt. Ne erdhëm për të mësuar si është rrjedha e punës së akademisë gjatë kësaj periudhe kur tani më ajo ka vlugun e madh të punës së saj, duke punuar tash me 2 ndërrime këtu në stadiumin Ndihmës të qytetit në Kërçov. Pra ne është Nazmi Ajdini, nga i cili do të mundohemi të mësojmë si rrjedhin punët. Ajo që ishte formalitet në fillim domethënë rreth zhvillimit para përgatitje për regjistrim dhe tani erdh koha që të punohet dhe si rrjedhin punët. Jem duke vërejtur se punohet me mjaft intensitet, ka disa grupe, si rrjedhin punët aktualisht. Së pari ju përshëndes juve si televizion, ashtu siç ishte fillimi për të jetësuar një shkollë, një akademi futbollistike, domethënë tani është jetësuar me të gjithë gjërat, domethënë klubi tani është i regjistruar në regjistrin, në federat, këtu në Kërçov, domethënë sa i përket regjistrimit, regjistrimi i klubit është i bërë me të gjithë mënyrat. Tani klubi ka vullën e vet, amblemën e vet, edhe normalisht gjithë gjërat tjera. Si fillim për të dalë këtu në këtë teren të gjelbërt, ishën disa entuziastë që deshin të formojnë këtë akademi futbollistike, në bashkëpunim me Muhamet Sejdinin, i cili prej një, mund ta them, një tokë e thjesht, ja si e shihni edhe vetë, tani është shndërruar në një stadium që mund të punojnë këta të rinj. Fillimisht vërtet, realisht nuk e kam prit këtë interes kaq të madh të nxënësve. Ne kemi filluar ka 4-5 ditë dhe interesimi është mjaft i madh. Duke filluar me disa grup mosha. Për shembull, në grup mosha 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, që prej nesër si risi do të fillojmë edhe me grup moshat më të reja deri në 8 vjet. Edhe kështu mendoj se ne do t'i arrijmë një farë qëllimi që bisedohet prej disa muajsh për shembull. Aktualisht duke punuar së bashku me Jetmir Kadriun, si do të shkojnë punët më të tjerë, nëse zgjerohet aktiviteti, do ketë nevojë për bashkëpunëtor të tjerë? Normalisht se edhe një emër do t'i bashkangjitet kësaj shkolle për domethënë për afërsisht një kuadër si Jetmir Kadriu, të cilin e njihni edhe ju edhe opinioni, duke më ndihmuar mu dhe bashkë me ato të punojmë dhe të nxjerrim atë që duam ne. Aktualisht stërvitjet zhvillohen me 2 ture, paradite dhe masdite, apo? Po, ashtu është. Domethënë ata nxënës të cilët janë paradite në shkollë kanë stërvitjet masdite prej orës 15:30. Ato të cilët masdite janë në shkollë, domethënë paradite janë të lirë, i kanë stërvitjet në ora 10 paradite. Kështu që mos lojmë asë njerin pa përgatitje. Sa jeni i kënaqur realisht me interesimin për momentin? Unë jam shumë i kënaqur. Realisht kushtet të cilët unë mendoj se nuk do t'i kemi këta kushte, duke ju falënderuar kryetarit komunës që na mundsoi të shfrytëzojmë sallën sportive, për pajisjet sportive t'i majmë aty edhe veshje futbollistët e vegjël. Edhe realisht dita më ditët tu rritet interesi, ja për shembull sot vetëm që më janë regjistruar 5 lojtarë, futbollistë të rinj normalisht, edhe unë jam shumë i kënaqur nga kjo punë se e kanë kap edhe prindrit seriozisht, duke parë se çka punohet edhe çka ban kjo në esencë në vetvete kjo akademi. Nazmi, sinqerisht ju dëshiroj sukses dhe së shpejti të dëgjojmë edhe për rezultatet e para. Faleminderit. Miq të nderuar, largohemi për një çast nga Akademia Futbollistike Paris këtu në Kërçov. Të shpresojmë se shumë shpejt do t'i vizitojmë për sukseset e para.